Studimet në shtetet të ndryshme dhe shpërthimi masiv i koronavirusit nga Kina në Europë, e madje edhe në Shtetet e Bashkuara, kanë ngritur pikpyetje të mëdha për mënyrën se si COVID-19 përhapet. Fillimisht sipas zyrtarëve amerikanë, në përhapjen e virusit ndikonin përgjithsisht personat që kishin shfaqur simptoma, si temperaturë e lartë, kolla apo vështirësi me frymarrjen. Nëse kjo është 100% korrekte, ky do të ishte një lajm i mirë, sepse njerëzit e sëmur mund të identifikohen dhe të izolohen, duke e bërë më të lehtë kontrollin e situatës. Megjithatë, këndvështrimi në Shtetet e Bashkuara ndryshoi pas rasteve në Massachusetts, ku në mbi 80 raste të konfirmuara, virusi u shpërnda nga njerëz të cilët nuk kishin shfaqur asnjë simptom. Kjo ishte piknisja e disa studimeve, të cilat tregojnë se në përhapjen e infektimit po ndikojnë personat që nuk kanë simptoma të koronavirusit. Prej javësh, funksionarët federal deklaronin se transmetimi i bakterit nga njerëz pa simptoma mund të ndodhte, por deri më tani ata nuk ishin cilësuar si një faktor domethënës në përhapjen e virusit. Këtë e deklaroi Alex Azar në intervistën e dhënë më 1 mars për televizionin ABC. Bartësit e virusit, por që nuk shfaqnin simptoma, nuk ishin burimi më i madh i përhapjes së koronavirusit. Realisht duhet të përqendrohemi te individët që kanë shfaqur simptoma. Strategjia kundër përhapjes së virusit varet nga simptomat që paraqesin të prekurit. Në të njëjtën linjë qëndronte edhe Qendra Amerikane e Kontrollit dhe Parandalimit të Sëmundjeve. Në faqen zyrtare të këtij institucioni, thuhet se virusi është përhapur edhe nga persona që nuk kanë paraqitur simptoma dhe për këtë fakt ka patur disa raportime. Por kjo nuk është rruga kryesore e përhapjes së COVID-19. Pas zbulimeve më të reja, Azar dhe Qendra Amerikane e Kontrollit dhe Parandalimit të Sëmundjeve nuk ju përgjigjen kërkesës së CNN për të komentuar. Qëndrimi ndryshoi disi gjatë një konference të shkurtër për shtyp të zhvilluar të shtunën e kaluar në Shtëpinë e Bardhë. Koordinatorja e administratës kundër koronavirusit, doktoresh Deborah Briggs, deklaroi se situata me njerëzit e prekur, por që nuk kanë shfaqur simptoma, mbetet për të kuptuar. Derisa ta kuptojmë sa njerëz nuk shfaqin simptoma dhe nëse virusi mund të transmetohet prej tyre, mendojmë se më e mira për të gjithë popullin amerikan është që të kuptojnë se pavarësisht mungesës së simptomave, ata mund të përbëjnë rrezik për ta transmetuar virusin tek të tjerët. Prandaj, i kërkojmë çdo amerikani të marrë përgjegjësi personale për të parandaluar përhapjen. Ekspertë të ndryshëm të intervistuar nga CNN thanë se përqindja e përhapjes së koronavirusit nga njerëz që kanë simptoma dhe ata që nuk shfaqin probleme mbetet ende e paqartë. Megjithatë, personat pa simptoma apo ata që e kaluan sëmundjen me simptoma të lehta janë përgjegjës për transmetimin e virusit, më tepër nga sa mendohej fillimisht. Kjo u konfirmua nga Michael Osterholm, drejtori i Qendrës së Sëmundjeve Infektive në Universitetin e Minnesotas. Dim që transmetimi nga personat pa simptoma ka një rol të rëndësishëm në përhapjen e virusit. Është e padiskutueshme që njerëzit pa simptoma mund të përhapin edhe më tepër një pandemi të tillë, duke e bërë shumë të vështirë që ajo të mbahet nën kontroll. Në një artikull të publikuar përpara 2 javësh në New England Journal of Medicine, Bill Gates, bashkëpresidenti i fondacionit Bill dhe Melinda Gates, shfaqi shqetësim rreth përhapjes së sëmundjes nga persona të cilët nuk kanë shfaqur ende simptoma apo që kanë komplikacione të lehta. Ka prova të forta se përhapja mund të realizohet nga njerëzit pa simptoma apo ata që janë në gjendje të lehtë. Kjo do të thotë se COVID-19 do të jetë më i vështirë për të përballur, krahasuar me sindromën e frymarrjes në lindjen e mesme apo sindromën akute të frymarrjes si SARS, të cilat e kanë më të vështirë të përhapen dhe ku ndikonin vetëm personat e prekur, shkruante Bill Gates. Qëndrim të njëjtë ndahen dhe specialistë të tjerë të fushës, nisur nga Dr. William Schaffner, profesor në Universitetin e Mjekësisë në Vanderbilt. Personat pa simptoma të rënda luajnë një rol thelbësor në përhapjen e koronavirusit. Ata do të jenë burimi kryesor i përhapjes së virusit në komunitet. Osterholm i kërkoi zyrtarëve të shëndetit publik që të shprehen qartë rreth mënyrës se si përhapet virusi. Në fillimet e përhapjes kishim shumë pikpyetje se si transmetoi virusi. Për fat të keq, shumë zyrtarë dolën me qëndrime të palëkundura se përhapja ndodhte në këtë mënyrë apo në atë tjetër. Ndërsa po kuptojmë si ndodh transmetimi, është e qartë se shumë prej atyre deklaratave të mëparshme nuk ishin korrekte. Tani ka ardhur koha për t'i thënë gjërat troç, të njoftojmë publikun për gjërat që
Tapjuja Xhanjani, një prej personave që drejtuan studimin në Institutin e të Dhënave Shkencore në Universitetin Haslet në Belgjik, theksoi se përqindjet nuk mund të thuhen ende me siguri të plot. Kërkues kanadez, holandez dhe nga Singapori dolën në përfundimin se infeksioni mund të përhapet mesatarisht nga 2.55 deri në 2.89 ditë përpara shfaqjes së simptomave. Analizat tona sugjerojnë se transmetimi nga personat pa simptoma është mjaft i zakonshëm, konfirmoi autorja e studimit, Caroline Coylin, e cila drejton Departamentin e Matematikës, Geneve dhe Evoluimin e Infeksioneve në Universitetin Simon Fraser në British Columbia. Zyrtarët thonë se personat pa simptoma nuk janë motori përhapjes së koronavirusit. Nëse këto njoftime do të shkruheshin tani, mënyra e formulimit për transmetimin nga njerëzit pa simptoma do të ishte ndryshe, tha ajo. Ashtu si Colin, edhe virologu gjerman Chisek beson se Qendra Amerikane e Kontrollit dhe Parandalimit të Sëmundjeve duhet të ndryshojë deklaratën e saj.